Mirëmbrëma të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës dhe qof lëvduar Jezu Krishti. Ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku mbrëmsorën. Sot është festa e të gjithë shenjtërve. O hyj më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiati të Birit të Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O Krisht, shëtbuesi i të gjithëve, ruaj i shërptore të tu, zbutur nga lutjet shenjte të Virgjës për herë të lume. Të lume dhe ju vallet e shpirtrave qiellor, dëmet e shkuara e të tashme, dëboni dhe të ardhshmet. Profet e apostoj të hyjit, gjykatës të mshueshëm, të përvuajtur po ju lypim shëlbim me lutjet tuaja. Martir të ndritur të hyjit dhe dëshmitar të pastër, ne me uratë tuaja na mbartni ndër qiellorët. Korët e virgjrave shenjte dhe i të gjithë murgarve, së bashku me gjithë shenjtrit, bëni pjesëtar të Krishtit. Trini si qof lavdia, bashkoni zërat tuaja, që asaj lavdet e duhura, t'ja thurim gjallërisht. Amen. Antifona parë. Dhe pash parafronit një turm të madhe, prej çdo kombi e fisi, dhe askush nuk mund t'i numëronte. Psalmi 110. I tha Zoti Zotit tim, ri në të djathtën time, derisa ti vër miqtë tu, shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd Zoti do ta shtrin nga Sioni. Sundo midis armiqve të tu. Ty të përket më i larti pushtet në ditën e fuqisate, në shkëlqime të shejta nga krarore i para yllit të dritës unë të linda. Zoti u përbetua as se si s'do të pendohet, ti e prift për amshim në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathtën tënde, i dërmon mbretëri ditën e zemrimit të vet. Në udhtim ujë do të pi prej përrojit, prandaj lart do ta ngrej kokën. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Dhe pash parafronit një turm të madhe, prej çdo kombi e fisi, dhe askush nuk mund t'i numëronte. Antifona 2. Hyi i provoi dhe i gjeti të denjë për vete. Do ta pranoj një kuror të shkëlqyer prej dorës së Zotit. Psalmi 116. Besoj edhe atëherë kur më duhet të them, jam i pafat për së tepërmi. Në utimin tim kam thënë, rënacak është çdo njeri. Si do t'ja shpërblej Zotit për të gjitha të mirat që mi ka dhënë, do të ngrej gotën e shëlbimit, e me nderim do të thëras emrin e Zotit. Do t'i kryej kushtet e mia bër Zotit, në pranin e mbar popullit të tij. E çmueshme është para Zotit vdekja e shenjtërve të tij. O Zot, unë jam shërbëtori yt dhe biri i shërbëtores sate, ti i këpute hekurat e mi. Ty do të ta kushtoj flinë e lavdit, me nderim do të thëras emrin e Zotit. Do t'i kryej kushtet e mia bër Zotit, në pranin e mbar popullit të tij, në oborret e shtëpisë së Zotit, midis teje o Jeruzalem. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Hyi i provoi dhe i gjeti të denjë për vete. Do ta pranoj një kuror të shkëlqyer prej dorës së Zotit. Antifona 3. Me gjakun tënd ti na shpërbleve, na thirre prej çdo populli dhe race, prej çdo gjuhe dhe kombësie. Bëre prej nesh një mbretëri për hyjin ton. Kënga kraso librin e zbulesës kapitulli 4. I denjë o Zot hyji ynë. Të marrësh lavdin, nderin dhe pushtetin. Sepse ti krijove gjithçka dhe me vullnetin tënd. Gjithçka u bë dhe u krijua. Ti je i denjë o Zot të marrësh librin. Dhe ti zgjidhësh vulat. Sepse që prer dhe me gjakun tënd i shpërbleve për hyjin. Njerëzit e çdo fisi, gjuhe, populli dhe kombësie. Dhe i bëre për hyjin ton mbretëri dhe priftërinë. Dhe ata do të mbretrojnë për mbi tokë.
I denj është qengjë i prerë të marrë pushtetin, pasurinë, dijen. Fuqin, nderin, lumturin dhe lavdin. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Me gjakun tënd ti na shpërbleve, na thirre prej çdo populli dhe race, prej çdo gjuhe dhe kombësie, bëre prej nesh një mbretëri për hyjin ton. Leximi i shkurtër marrë nga letra 2 drejtuar Korintasve kapitulli 6. Ne jemi tempulli i hyjit të gjallë, siç tha vet Hyi. Do dhe ata populli im. Pasi ne I kemi këto premtime të pastrohemi, o të dashurit e mi, nga çdo ndyrësi e trupit dhe e shpirtit, e ta përfundojmë shëtrimin ton në frikën e Hyjit. Përgjigje e shkurtër. Shenjtër të Zotit galdoni në Zotin. Shenjtër të Zotit galdoni në Zotin. Hyi ju zgjodhi si trashëgimi të vetën. Galdoni në Zotin. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Shenjtër të Zotit galdoni në Zotin. Kënga ungjëllore Magnificat. Antifona. Mbretëri e lavdishme ku shenjtrit kënaqen me Krishtin dhe me petka të bardha shkojnë pas qengjit. Kënga e Vjergjës së Lume sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me hare I prohorit Hyjit, shëlbuesit tim, Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvuajt. Qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua Hyi I gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri I Tij, Mëshira e Tij brezni me brezni. për ata që e druajnë. E tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, I rrëzoi princat prej froneve të tyre. e I lartësoi të përvuajturit, Me të mira I mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit I nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet. duke sjell në mend mëshirën, Si u apati premtuar etërve tan. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Mbretëri e lavdishme, ku shenjtrit kënaqen me Krishtin dhe me petka të bardha shkojnë pas qengjit. Lutje të besimtarve. Me gëzim t'i lutemi Zotit, burim dhe shpërblim të çdo shenjtërie. O Zot, na shpëto me ndërmjetësinë e shenjtërve të tu. O Zot I madh, Ti në për Krishtin apostujt I vure për themel të kishës. Ruaji besimtarët të tu në mësimin e tyre. O Zot, na shpëto me ndërmjetësinë e shenjtërve të tu. Ti martirve u adhe fuqin që për ty të dëshmojnë deri në gjakderdhje, bëj që të krishterët të jenë dëshmitar besnik të birit tënd. O Zot, na shpëto me ndërmjetësinë e shenjtërve të tu. Ti virgjrave të shenjta u dhe dhuratën e mrekullueshme që ta ndjekin Krishtin. Bëj që virgjëria kushtuar të mos mungoj kishës si shenjë veçantë të mirave qellore. O Zot, na shpëto me ndërmjetësinë e shenjtërve të tu. Ti në të gjithë shenjtrit e tregon pranishmërinë dhe mirësinë tënde, bëj që duke I nderuar ata të ndihemi në bashkim me ty. O Zot, na shpëto me ndërmjetësinë e shenjtërve të tu. Bëj që të vdekurit gjithnjë të banojnë me Virgjë Mari, Shën Josefin dhe të gjithë shenjtrit, dhe me ndërmjetësinë e tyre na prano edhe ne një ditë në lavdinë e shtëpisë sate. O Zot, na shpëto me ndërmjetësinë e shenjtërve të tu. Atyn që e në qiell u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na I fal fajet tona, si I falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liro nga I keqi. Amen. Të lutemi. O Hyj I gjithë pushtetshëm dhe jamshuar, Ti na dhe hirin Ti nderojmë meritat e të gjithë shenjtërve në një festë të vetme.
me ndërmjetësinë e përbashkët të gjithëve, na dhuro mëshirën tënde të pa kufi, nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë Hyjin.